Forcat operacionale të burgjeve kanë zhvilluar një kontroll të befasishëm dhe të intensivshëm në ambientet e paraburgjimit të Vlorës. Furgona të shumta policie kanë mbritur rreth orës 8 të mëngjesit për të ushtruar kontroll në gjithë këtë ambient, në gjitha dhomat ku ndodhen të paraburgosurit për të gjetur nëse ka apo jo sende të jashtëligjshme. Kontrolli do të vijojë gjatë gjithë ditës, ndërsa pritet më pas të ketë një informacion më të detajuar kryesisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve rreth aksionit të kryer gjatë ditës së sotme në ambientet e paraburgjimit të Vlorës. Një kontroll i befasishëm u zhvillua mëngjesin e kësaj të shtunë në ambientet e paraburgjimit të Vlorës. Sipas burimeve, forcat operacionale të sistemit penitenciar, në bashkëpunim me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, bëritën në institucion rreth 20 minuta përpara nisjes së kontrollit. Mësohet se aksioni është shtrirë në disa sektorë të paraburgimit, ku po kryen verifikime të detajuara në qelitë të paraburgosurve, ambientet e përbashkëta si dhe në hapësira të tjera të brendshme në institucion. Kontrollet synojnë evidentimin e çdo sendi të ndaluar apo shkelje të mundshme të rregullave të sigurisë. Deri në këto momente nuk janë bërë të ditura arsyet konkrete të këtij operacioni, ndërsa burimet jo zyrtare bëjnë me dje se kontrollet të tilla zhvillohen periodikisht në kuadër të forcimit të masave të sigurisë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Pritet që në orët të vijim autoritetet përkatëse të japin edhe më shumë detaje lidhur me rezultatet e kontrollit, si dhe gjetjen eventuale që mund të ketë dalë nga ky aksion.